Edhe ne në studio në thash që do të vazhdojmë bisedën në mënyrë që mos të marim kohë dhe profesore, do të vazhdojmë edhe me njohësin e arsimit Gana Meti, të cilën tashmë vetë se kemi në studio. Ne fillimisht të fillua me profesorin, në mënyrë që mas me elon me pritë, si do qofë profesori në fillim tha që këto statistika më duket se janë për në nivel vendin, ndërsa në tekst pa tjetër e kemi edhe në nivel komune, si do qofë nga drejtoria arsimit, nga drejtoria arsimit më saktësisht, më lejo që ta lexoj edhe këtë pjesë ndoshta, në mënyrë që të sqarohet. Si do qoftë, dje kemi diskutuar edhe me këshillin e prindërve, ata thanë që janë këto në nivel komune, saj përket kësaj, si do qoftë, shifrat janë alarmante. Shkruan deri në 4 milion mungesa, çish do qofshin këto, janë shifra alarmante, mbi 1 milion prej tyre janë pa arsye. Kështu shkruan shifrat që po shohim janë shqetësuese, mungesat e pa arsyeshme nuk janë vetëm orë të humbura mësimi, ato janë një sinjal për probleme më të tilla dhe një rrezik real për zhvillimin dhe të ardhmen e fëmijëve tonë. Kur nxënësit nuk janë në shkollë, ku janë, a janë prindërit në dieni, apo reagojnë shkollat me kohë dhe seriozitet, sipas raportimeve thot në nivel vendi, flitet për rreth 4 milion mungesa në një gjysmë vjetor, prej tyre afro 1 milion të paarsyeshme. Kjo nuk mund të trajtohet si statistikë, është një alarm që kërkon reagim të menjëhershëm. Kështu ka shkruar edhe drejtori i arsimit në Kryeqytet, dhe ne po vazhdojmë tutje edhe me këtë temë. Çush e keni pa jo, zotri Ahmeti? Po, realisht shifrat janë në nivel vendi, flitet për gjysmë vjetorin e parë në të gjitha komunat e Kosovës. 4 milion është shifër shumë e lartë, gjithsesi është temë që është problematizuar për herë të parë në Kosovë për sa i përket fushës së arsimit, dhe konsideroj që është temë që duhet me u trajtu edhe me analizu edhe viteve ndër vite me pase a kemi një trend të rritjes, a është një trend vijimësi konstante, apo si është situata reale për sa i përket vijimësisë së mësimit në shkollë. Gjithsesi, kjo është konsideroj goxha alarmante për shkak se është një shifër shumë e lartë, dhe e dëmton procesin mësimor, sidomos e dëmton drejt për drejt nxënësit, të cilët shpesh janë të pavetëdijshëm për veprimet dhe pasojat e veprimeve të tyre, për sa i përket mësimdhënies në përgjithësi, sepse këtu shkputje të kohëpaskoshme, pas parasysh se procesi arsimor ka një kronologji, secila lëndë ka një kronologji në tekstet shkollore dhe në mësimdhënie. Këtu shkputje, duke qenë të vetëdijshëm se nuk është se i plotësojmë në rast të mungesës, atëherë natyrisht se dëmtojnë procesin mësimor. Në këtë kuadër duhet me theksu edhe faktin që edhe procesin notimit sfidohet, për shkak se sipas udhëzimit administrativ të mashtit për sa i përket vlerësimit të nxënësve, nëse një nxënës ka humbë 1/3 e orëve mësimore për një lëndë mësimore, atëherë për të duhet organizohet provim klasor, pra nuk duhet notohet drejt për drejt. Që do të thotë nëse prej 10 orëve mësimore i ka humbë 3 ose 4, ai ose ajo drejt për drejt duhet të futet në provim të lëndë, nuk duhet notohet në mënyrë të rregull. Edhe kjo është një pikë që është dashur të analizu, nëse mësimdhënësit po e respektojnë këtë udhëzim administrativ, unë kam dyshimet e mia për sa i përket kësaj fushe, edhe dje me që u problematizu si temë, po ata mundësi me bashkëbiseduar me disa mësimdhënës kolegë për sa i përket kësaj teme, edhe realisht dyshimet janë shumë evidente, edhe që kjo shifër është shumë më e lartë për shkak se sidomos në fund semestrit ose në fund vitit shkollor nuk është një prirje për me u shënu mungesat, me u evidentu mungesat. Pra ka dhe disa prej atyre që nuk janë shkruajtur. Është një hipotezë kështu goxha e besueshme edhe prej përvojës, edhe vetë kemi qenë pjesë e këtij sistemi arsimor dhe dim pak a shumë çu ka viju kjo pjesë. Po këtu, si me thonë, theksi duhet të vihet tek funksionimi i trekëndshit pedagogjik, pra raporti shkollë, familje, nxënës, edhe duket që funksionimi i këtij trekëndshi në këtë aspekt është goxha i zbet, ose për mos me thonë tërësisht jo evident, për shkak se së pari, për shembull, unë përgëzoj faktin që drejtoria e arsimit ka ndërmarrë një hap për me e pa realisht gjendjen në terren, por drejtoria e arsimit në Prishtinë, drejtoritë e arsimit në komuna të tjera duhet të mendojnë tashmë për digitalizim sepse jemi shumë vonë.
është mjaft e thjesht me u kriju një platformë e cila e evidenton mungesën në kohë reale dhe i vjen një njoftim prindit që fëmiu i tij ose i saj nuk është në klasë. Kështu që duhet më ndërmarr hapa të tjerë, të cilat tashmë bota i ka proces të zakonshëm dhe krejt normal, e për neve nuk duhet më u pa këtu si proceset të jashtëzakonshme, sepse po mbesim shumë vonë dhe pasojat pasaj po i kemi shumë të mëdha. Profesorë, theksoj ose gjeti edhe një shkaktar që njëri për tyre mundet me qenë edhe vetë prindërit, që disa për tyre, theksoj që jo të gjithë, disa për atyre të cilën do shta e shohen shkollën vetë se hajtë se po i quajmë diku fëmijët edhe do të pak të na jemi në punat ajo në shkollë që atje, edhe dim, është një vend i sigurt, si do qofë, por nuk e mendojmë tutje për një zhvillimit çka po bën ose çu po zhvillohet një orë mësimore, ndoshta edhe ky komunikimi, ky trekëndshë që ju po e theksoni, dhe në anën tjetër, dje kur kam komunikuar me këshillin e prindërve në nivel komune në fakt, ata thanë që edhe prindërit munden, edhe ne vetë si prindër mundemi me qenë njëri prej shkaktarëve që vijnë këto mungesa, për shkak se pak a shumë vetë i arsytojmë disa mungesa, hajtë se po e lidhim një vikend, hajtë se një festë zyrtare, po shkojmë diku pastaj fëmijët të mësojnë dhe modelojnë nga ne. A mundet me qenë kjo? Absolutisht e vërtet. Ka fillu me u bo praktik kjo lidhja vikende dhe kështu më radhe mu justifiku ose mu arsyetu mungesat për këto arsye që janë arsye jo serioze. Edhe po në anën tjetër prap pesha bie më shumë tek institucionin shkollë, sepse mësimdhënësi nuk duhet me i toleru këto arsye të prindërve. Me gjithë konsideratin që mundet me pas për prindërit, këto mungesa nuk duhet me u justifiku, sepse pastaj kjo tolerancë po krijon precedente dhe praktika të dëmshme për sistemin arsimor, e që është dëmi më i madh përshon tek nxënësit, sepse ata fillojnë me kriju një perceptim që shkolla është opsionale, nuk është një detyrim, edhe obligimi pa diskutueshëm, edhe mungesa duhet më justifiku veç për shkaqe shëndetësore ose për arsye që janë më serioze. Prandaj kemi një situatë ku kur e sheh fëmiu prindin edhe mësimdhënësin që justifikon mungesa për shkak një vizite jashtë vendit ose për shkak të një pushimi disa ditor, ai lehtësisht, si me thonë, ato kriteret e veta i ndryshon perceptimet e veta në raport me shkollën edhe bën edhe mungesa për arsye që ai ose ajo i konsideron të rëndësisë të ngjashme. Kështu që duhet me pas shumë kujdes, po prap toleranca nuk duhet me qenë, si me thonë, shkolla ekziston për me eduku në një farë forme, jo veç fëmijën, po edhe prindin, nëse prindin nuk është mjaft i edukum përsa e përket procesin mësimor të... Pra këtu jemi të disiplina, që jemi të disiplinuar edhe... Po, këtu realisht jena një kohë ku kriza, kemi një krizë të disiplinës në institucionin shkollë, autoriteti mësimdhënësit është, nuk di që ka qenë më keq ndonjëherë, përpara mësimdhënësit ne kemi pasur rrëfys, sot është një personi cili fatkeqësisht nuk e gëzon autoritetin që të duhet me gëzu, po edhe institucioni në përgjithësi shkolla nuk e ka më qatë peshën e rëndësisë që e ka pas në shoqëri. Kështu që krejt këtu janë të ndërlidhura edhe jemi në një situatë që kemi dhunë, kemi shpërfillje, kemi mungesa. E pse s'ka autoritet është, mësimdhënësi, ashtu si dikur? Po këtu kemi një ndërlidhje të faktorëve, konsideroj, një prej prap kthehemi te familja, një prej hallkave ky që pse e ka dëmtu ose pse është dëmtu autoriteti i mësimdhënësit është pikërisht modeli që e jep familja tek fëmiu i tij ose i saj varësisht gjinisë. Kemi një situatë ku familja shpeshherë sfidon, unë vazhdimisht marr informata që shpeshherë mësimdhënësit sfidohen në prani të fëmijëve nga ana e prindërve për shkak të një note, ose për shkak të një suksesit përgjithshëm, ose për shkak të një situate që ka mund me qenë, si me thonë, sfiduese ndaj disiplinës ose rregullave të shkollës, ku ka një mbrojtje kështu të pakushtëzuar ndaj fëmijëve, pavarësisht nëse kanë ose jo përgjegjësi ose faj. Mendoj që jemi në një situatë ku gjeneratat e reja kanë pas një liri goxha të kufizuar, edhe tash të gjenerata jam prindër edhe qatë lirin e kufizume që e kemi pas në këtë rast, po flasë edhe për vetën time, e kena një prirje që mja jep plotësisht fëmijëve tonë, me
qatë mungesën tonë që e kemi pasë. Që fëson s'ka mujtë të bëja. Sakt. E tash kjo është një prej dëmeve që po i bëhet jo veç institucionin shkollë, po edhe vetë fëmijët, sepse në fund të ditës duhet me i pas njeriu të limite edhe me qenë i vetëdijshëm për përgjegjësitë e tij ose saj. Edhe sidomos shkolla duhet me u pas një institucion serioz sepse është në të mirën e vetë fëmijëve. Pyetja më e mirë që ndoshta e kishte ngrisë si çështje kështu edhe drejtori i arsimit ishte nëse nuk janë në shkollë fëmijët ku janë. Edhe sot për atë shkollës e diskutojmë shpesher që ka ndoshta hapësira për videolojra, gaming të ndryshëm, ka vende ku shesin ndoshta cigare të ndryshme, duhane, tutje, pra janë më të afruar drejt këtyre gjërave edhe çka mendon ju, a duhet të prekupon në fakt edhe nga shkolla, po ashtu edhe vetë prindërit se nëse nuk e kanë fëmin në shkollë ku është. Si çështja a duhet jetë më shqetësuese? Unë e thash që procesi edhe arsimin përgjithësi duhet të digitalizohet, sepse unë kam bindjen që prindërit nuk janë të informuar për mungesat sidomos këtu të parësyshme të fëmijëve në klasë. Kështu që njoftimi i prindërve në kohë reale në një hjek përgjithësim për institucionin shkollë, si me thonë, e zbutë, shkolla ka përgjithësim për shkak se është periudha kohore ku duhet me pas fëmijën në brenda institucionit përkatës, por njëkohësisht e ndan përgjithësinë me prindin. Kjo pyetje mendoj që tashmë se është ndërmarrë një iniciativë prej drejtorisë së arsimit për me pa gjendjen reale në terren, shpresoj që del me dhëna edhe për ne të tjerëve me pa realisht se ku janë fëmijët nëse nuk janë në shkollë. E fëmijët nëse nuk janë në shkollë, tash kemi shumë supozime ose hipoteza, besoj që janë përreth shkollës ose edhe mundën me qenë në rreziqe të shumta. Shkolla edhe komuna, në nivel të komunës e shkollës janë ekipet funksionojnë të paktën në letra, ekipet për parandalimin e praktikës së shkollës. Mungesat e shpeshta janë sinjal që një fëmijë mundet me shku drejt praktikës së shkollës. Edhe këtu mungesat të përsëritura duhet me i alarmu edhe me i vu në funksion këtu ekipet, edhe ekipin në nivel të shkollës edhe ekipin në nivel të komunës, nëse rastet janë më të ndihshme. Besoj që komuna duhet më na jap përgjigje se cili është funksionaliteti ose deri në çfarë mase kanë vepruar këto ekipe për sa i përket këtyre shifrave alarmante të mungesave të nxënësve në shkolla. Sepse ka arsye të shumta, pas parasysh, unë besoj që në këtë shifër më së shumti preket komunitetet pakicëra mashkalin dhe egjiptian, të cilët për shkaqe sociale dhe ekonomike shpeshherë edhe vetë prindërit i detyrojnë ose i obligojnë të punojnë punë të cilat janë të papërshtatshme për moshën e tyre dhe rrjedhimisht nuk janë ose nuk janë në shkollë ose nuk e njekun rregullisht procesin mësimor. Kështu që këto ekipe besoj që kanë shumë përgjigje ose të paktën i zhdashtë me pas shumë përgjigje të cilat të paktën e përmbushin një pjesë të këtyre pikpyetjeve të shumta për sa i përket kësaj teme. Nëse ne po themi duhet me u digitalizu, çka i bën kjo? Me çuveç kompjuter në shkolla, me pas laptop, me pas orë të teknologjisë, apo çka i bie kjo? Çysh të shndërrohet edhe në çfarë sistemi të kalojmë? Apo po e përmendim dietarin digital i cili nuk e di nëse funksionon apo jo, a mundesh me na tregu pak edhe këtë pjesë? Digitalizimi përfshin edhe këto që po i thoni jo, është realisht fatkeqësi me fol për këto, po realiteti në Kosovë është ky që është ashtu. Si dëshmi, po e përmendi herën e fundit vitin e kaluar kur u organizua studimi testi PISA që njihet në publik, shumë shkolla me nam publike u obliguan me i bartë fëmijët ose nxënësit e tyre në shkolla private për me plotësu testin PISA në format elektronik, i cili është tash për shkak mungesës së kompjuterëve. Po flasë edhe për shkollat të Prishtinës, që qëndrojnë dukshëm më mirë se sa shkollat e komunave tjera për shkak buxhetit e kështu me radhë. Kështu që digitalizimi natyrisht përfshin edhe këtë pjesë, sepse shkollat tona megjithatë vazhdojnë të mos jenë të pajisura me teknologji të nevojshme. Ka një progres të aty për aty, si me thonë, ka
ka njës një farë pajisje me smart tabela digitale, por nëse e marrin numrin total të shkollave në nivel vendi, janë më pak se 5% të shkollave të cilat kanë këtë fat me u pajis me tabela digitale ose me teknologji pak më të avancuar se sa një projektori që në shumë të në rasteve është jo funksional. Por krahas pajisjeve, natyrisht, është ditari digital, është platformat të ndryshme digitale të cilat e lehtësojnë procesin e punës dhe e fuqizojnë komunikimin sidomos me familjen, sepse familja me gjithat ka një peshë shumë të rëndësishme për sa i përket procesit arsimor, krahas natyrisht peshës kryesore që e ka shkolla. Një prej tyre është pikërisht këtu sistemet e cilat funksionojnë shumë mirë në vendet perëndimore, ku kanë një koncept kështu njoftimi i hershëm dhe parandalimi i hershëm i situatave që mundën me qenë problematike, sikur kjo që është e mungesave të përsëritura, ku prindërit përveç që njoftohen edhe vlerësohen nëse janë në krye të detyrës përsa i përket trajtimit të këtyre situatave. E nëse kjo nuk ndodh, atëherë aktivizohen instancat të tjera, si që janë qendrat për punë sociale, sepse janë çështje të cilat duhet të trajtohen me seriozitet, edhe jo të, si me thonë, të shpërfillen si që janë shpërfill deri më sot, sepse vetë fakti që kjo është temë për herë të parë që po bëhet, unë jam i bindur që nështë 4 milion jo, po të paktën 3 milion gjithëqysh që kemi pas viteve paraprake, që prapë nuk është shifër e ullet krahas kësaj që është. Atëherë urojmë që të merren me këtë çështje, ndoshta dhe të ndryshojnë këto statistika në gjysmëvjetorin e dytë, pastaj të kemi edhe statistika të tjera deri në fund të vitit. Zotëri Ahmeti, faleminderit shumë për kohën, faleminderit që ke qenë pjesë e emisionit sot. Faleminderit nësi që të më me qenë në ambientit. Gjithashtu edhe për ne. Ndërsa ne pa humbur kohë, kalim të receta e lindës edhe përmbyllim emisionin e kësaj dite. Faleminderit butikut Avenue, i cili çdo ditë përkujdeset për veshjen time, po ashtu Telkos dhe Ecofrut që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni. Mos harroni, në orën 10 pritet vazhdimi i seancës së jashtëzakonshme plenare. Kjo seancë e cila do të përcillet edhe nga Koavisioni dhe krejt informatat mund t'i merrni në KTV e po ashtu edhe në portalin koa.net. Tutje, takohemi pastaj nesër nga ora 7 edhe me temat të tjera. Deri atëherë, mirëmbëjtje.